Përshëndetje gjithë ju të shenjës së shijetarit. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit shkurt edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe videot e vitit 2026, por dhe temat për dashurinë, por dhe temat të ndryshme në këtë kanal. Atëherë, do shohim si do jetë, ju mund të dëgjoni dhe shenjën tuaj ascendente, sepse përfshiheni më tepër aty. Atëherë do shohim si do jetë ky muaj edhe në lidhje me shenjën tuaj, si do ndikojë dielli dhe Marsi që janë në shenjën e Ujorit. Në lidhje me ju do ndikojnë në lidhje me komunikimin, me udhëtimet, me aktivitete të ndryshme mendore. Ju do jeni më të stimuluar nga ana intelektuale, do keni ide, do keni mendime në planet tuaja dhe do t'i shprehni këto. Do diskutoni dhe do shkruani me shumë pasion gjatë këtij muaji, por do jeni dhe shumë produktiv, do jeni shumë të frymëzuar gjatë këtij muaji. Është një muaj ku mund të keni ndjerë ngecje, lodhje, por tani hyni në një fazë lëvizjeje. Ju do filloni të lëvizni me pushime të shkurtra, me ekskursione, udhëtime pune, takime. Nuk do mungojnë udhëtimet gjatë këtij muaji, por ndërkohë është një muaj ku ju do jeni shumë të drejtë për drejtë dhe të ndershëm. Ndoshta të drejtë për drejtë në komunikim. Dhe kjo është një virtyt në lidhje me ju, është në fakt edhe karakteristika e shenjës tuaj. Gjithsesi, ju do përpiqeni të përcjellni mesazhet tuaja më me takt, aty ku është e nevojshme. Në biseda që ju do bëni, biseda të ndjeshme flasim. Thjesht dhe shkurt ju do thoni të vërtetën e gjërave. Ndërkohë, duhet keni kujdes pak në momentin që ngisni makinën dhe kur lëvizni me makina, sepse mund ju çojnë dhe në aksidentet vogla. Por është një muaj që do ketë lidhje dhe në marrëdhëniet që keni me vëllezërit, me motrat, me fqinjët, me të afërmit e ngushtë, mund të ketë ulje ngritje aty në këto marrëdhënie që ju keni, ose me kushërin tuaj. Gjithsesi, ndoshta ju keni ndjerë ose ndjeni një ndjenjë shtypjeje, rivaliteti me një vëlla, me një kushuri, ose me dikë tjetër, por gjithsesi në vend që të hyni në debate, mundohuni që ti sqaroni situatat. Është një periudhë e këndshme në lidhje me ju, një periudhë ndryshimesh të mëdha, do flisni, do mësoni, do udhtoni, por ndërkohë do keni njohuri të reja, njohje të reja gjatë këtij muaji. Dhe ndoshta do keni dhe disa plane të rëndësishme si nga ana profesionale, por edhe nga ana personale në lidhje me dashurinë. Dhe shohim se çfarë na thot taroti në lidhje me ju. Atëherë, këtu jemi te energjia e shenjës së Demit, energji të shenjave të Zjarit që jeni dhe ju vetë dhe energji të shenjave të Tokës. Në fillim të javës, shoh që ju dëshironi filloni diçka nga zerua. Mund të jetë një dashuri, dëshironi të riskoni në lidhje me një person, dëshironi të çoni njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet para dhe ndjeni shumë entuziast për këtë, por ndërkohë ju shoh që ju mund të jeni duke filluar një biznes, një punë, një partneritet, një bashkëpunim. Një person do t'ju mbështesi, është një person besnik, edhe pse keni pak të ardhura në përduar, ju përsëri do rrezikoni në lidhje me një fillim të ri që dëshironi të bëni. Dhe këtë mund ta merrni në çfarë do lloj situate. Gjithsesi në mes të javës ju shoh që do përballeni me disa pengesa në këto fillime të reja që do bëni, por ju do arrini t'ia dilni. Duket sikur ju kanë kapur problemet nga të gjitha anët dhe ju mundoheni të largoheni, të shpëtoni nga këto situata të vështira që po kaloni. Por e rëndësishme është që edhe pse do keni pengesa, ju do t'ia dilni. Në fund të javës, disa prej jush mund të ndjeni
mungesën e një personi, mungesën e një dashurie. Mund të shpenzoni disa para në këto fillimet e reja që do bëni dhe aty do ngelini me pak para në duar. Ju shoh pak të lodhur, të raskapitur mund të themi, jo të lodhur, por ndërkohë duhet keni kujdes pak edhe me shëndetin tuaj. Gjithsesi ju shoh si të ulur në shi këtu, në të ftohtë, por mirë është të dilni nga kjo situatë në fund të javës parë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë keni të bëni me energjitë shenjave të tokës, të ajrit dhe të ajrit. Gjithsesi mund të keni të ascendenten ose hënën në këto shenja. Ju shoh që po mendoni shumë seriozisht në lidhje me një dashuri. Ju mungon, për gjithë ata që ju mungon dashuria, ju mungon një person, ju mendoni seriozisht për të hyrë në një dashuri. Jeni duke kërkuar këtë dashuri, por sikur prisni dhe një mesazh nga një person, ose prisni një lajm, që dikush t'ju dërgoj një sinjal në lidhje me këtë dashuri dhe për të bërë një fillim të ri. Ndërkohë, jeni duke menduar në lidhje me punën tuaj. Ju mund të jeni në kërkim të një pune, në kërkim të një kontrate, në kërkim të dokumentave të ndryshme, në kërkim të një shtëpie, për të blerë një shtëpi për pjesën tjetër. Edhe pse dëshironi të bëni këtë fillim të ri, sikur jeni si të ngrirë si në borë. Do me thënë, tregojni pak të ftohtë në lidhje me këto fillime të reja që do bëni. Edhe pse shoh që janë fillime të reja por të menduara mirë. Dhe këtë mund ta merrni në situata të ndryshme. Mund të mendoni në lidhje me një udhtim, ju kërkoni të bëni një udhtim. Kërkoni të bëni një fillim dokumentash, një kontratë, ose në lidhje me shtetin, në lidhje me studimet për një pjesë tjetër. Varet nga situatat që ju keni. Por unë shoh fillime të reja, por që ju do ndiheni, edhe pse do t'i keni këto fillime të reja, do ndiheni sikur ndërtojnë mbi diçka të ftohtë, sikur keni kaluar një situatë bore, por rrezet vinë në lidhje me fillimet që ju do bëni. Diçka aty ndryshon, sikur ju filloni të ndjeni rrezet e para të këtyre fillimeve të reja. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë jemi të energjisë e zjarit, që jeni dhe ju vetë. Kemi kartën e botës që ka 4 energji, është energjia shenjës së demit, akrepit, luanit, virgjëreshës, dhe kemi dhe energjitë shenjave të ujit. Ju shoh në një pozicion perandori, më të vendosur, doni të merrni iniciativa për të mbyllur diçka. Ju dëshironi të mbyllni një njohje, një lidhje, një marrëdhënie. Në rastin tjetër mund të dëshironi të mbyllni situata, jo domosdoshmërisht të mbyllni marrëdhëniet. Ose diçka në lidhje me motrat, vëllezërit, në lidhje me një punë, me një kontratë, dëshironi që ta nënshkruani dhe ta mbyllni këtë kontratë për të bërë një fillim të ri. Por këtu shoh mbylljen e një cikli të vështirë në lidhje me çfarë do lloj situate që mund të keni dhe fillimin e një cikli të ri. Për gjithë ata që dëshirojnë të bëjnë një njohje të re, shoh që ju do jeni duke dalë në fundjavën e javës së tretë dhe aty duke u mbledhur me disa persona, aty do takoni një person që do të rriqet nga ju. Por ndërkohë ju shoh në festime. Ju mund të jeni duke festuar mbylljen e situatave të vështira dhe fillimin e gjërave e një cikli të ri të lumtur në lidhje me ju, por që kuptohet çdo gjë fillon gradualisht. Dhe këto festime mund të jenë në lidhje me një kontratë që do bëni, kontratë pune, mund të jetë kontratë shtëpie, mund të jetë kontrata nga më të ndryshmet. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë në javën e katërt jemi të energjia shenjave të ajrit, energjia shenjave të ujit, energjitë shenjave të ajrit. Keni shumë fort energji ajri. Ju shoh në dilema, ndjeni konfuz, nuk jepni dot zgjidhje një situate, edhe pse shoh që ju do njiheni ose një person do të rriqet në fund të javës së tretë, në fillim të javës 4 ju ndjeni konfuz, nuk jepni dot zgjidhje. Doni të mbroni veten tuaj, sepse shoh që keni kaluar shumë
ju ka munguar dashuria, keni kaluar vështirësi dhe nuk do të jepni dot drejtim në lidhje me këtë person që do njihni. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që ju në fillim të javës nuk do filloni të zgjidhni situatat. Sigur keni mbyllur syt, nuk doni të shihni gjërat qartë në lidhje me çfarë do lloj situate që të keni dhe jeni në një situatë të tillë. Por është diçka që do ndodhi po atë ditë. Në mesin e javës, dhe kjo ka lidhje me një fillim të ri, mund të jetë një fillim i ri në dashuri, sepse kemi një kupë emocionale plot e përplot, ju thjesht keni mbyllur syt, nuk doni të shikoni gjërat qartë para vetes, sigur vendosni mure mbrojtës, por ndërkohë ju shoh që keni marrë eksperjenca dhe do filloni të përdorni logjikën në lidhje me një njohje të re. Ndërsa për pjesën tjetër, mund të jetë që ju çliroheni nga këto situata, nga këto mure që keni ngritur para vetes tuaj në lidhje me situata të ndryshme, si në dashuri, ndoshta edhe në marrëdhënie të ndryshme që ju mund të keni me njerëzit tuaj të afërt, me miqtë tuaj ose në situata të ndryshme dhe shoh një lloj çlirimi për ju, por shoh edhe lajme të mira. Dhe ju shoh që do jeni në negociata, ndoshta edhe duke diskutuar në lidhje me situata të ndryshme. Kjo mund të ketë lidhje edhe me dokumenta, me shtetin, me negociata të ndryshme që mund të bëni me punën tuaj, por edhe në lidhje me gjithçka tjetër. Gjithsesi, është një muaj mirë, nuk është muaj keq. Dhe shohim, marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thonë, çfarë mesazhi ju japin. Atëherë kemi numrin 20, mbyllje. Atëherë mbyllje të situatave të vështira dhe fillime të reja. Ju thotë që ju jeni gati për të bërë një fillim të ri. Mund të jetë një njohje re, duke mbyllur gjërat e vështira që keni kaluar, ju jeni të bekuar nga universi. Mund të mbyllni një punë, një projekt, një bashkëpunim, një negociat, një kontratë që mund të keni, sepse shoh që keni dhe kontrata gjatë këtij muaji, dhe thotë që ka ardhur koha që ju të lëvizni drejt të rejave, drejt gjërave të reja. Në qoftë se ju keni mbyllur një njohje, atëherë jeni gati, edhe pse mund t'ju mungojë ky person. Edhe pse ju do keni njohje të reja dhe keni mbyllur syt, keni ngritur mure për të ndërtuar një njohje të re ose një lidhje ose një marrëdhënie. Gjithsesi, ju jeni gati për të bërë këto fillime të reja. Ka ardhur koha vërtet që ju të lëvizni dhe të pranoni gjërat e reja që vinë drejt jush. Mund të jetë një punë e re, një projekt i ri, një bashkëpunim, një kontratë, varet çfarë ju kërkoni, sepse ju shoh që jeni në kërkim gjatë gjithë kohës dhe i ndihni gjërat sikur janë të ftohta ose ju i shikoni më me ftohtësi gjërat, por unë shoh që këto fillime të reja te ju vinë. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe një mbasdite sa më të këndshme.